Bismillahirrahmanirrahim. Kurthi i krahasimeve apo ndryshe vjedhsi, hajduti i knatësive, i mirësive tua. Çfarë kjo? E shoh unë një njeri që posedon një makinë 100.000 euro. Edhe unë harroj makinën tame 5.000 euro, 10.000 euro. E shoh një person i cili ka kpucë 500 euro. Edhe unë i harroj mirësit që unë i kam një par kpuca 20 euro. Harroj unë se dikush tjetër s'ka kam hiq, është pa kam. Që kjo është vjedhsi, hajduti i qetësisë, i razillukut, më kon i knaqen me ata që të ka dhënë Zoti. Kur ti e krahason veten tënde, të mirat që i posedon, me të mirat e të tjerëve. Mos harroni se Allahu Gjellëshanu kërkan nuk e kalon të barabartë në këtë botë. Pra mendo, vllau me vllaun ka dallime, burri me gruan ka dallime, evladi me babën ka dallim. Secili i ka pikat e forta, i ka mirësitë edhe i ka pikat e dobta apo vërejtjet e veta. Ti, nëse dën me arrit një razillëk, një qetësi, një paqë me veten tënde, e arrin atëherë kur ti nuk e krahason veten tënde me kërkan. Ti je një person unik. Ti je vetja jote, me të mirat edhe të këqijat që i ke. Të këqijat mundohesh me i përmirësu, të mirat me i majt edhe me i forcu. Më dhanë të këqijat me i largu duke i përmirësu. Mirë. Unë që që jam, s'kam nevojë më krahasu me kërkan. Elhamdulillah. Po çka bëj? Unë nuk jam i kënaqur me veten time, për arsye se çdo ditë du më u bë më i mirë, edhe unë e krahasoj veten time sot me veten time para një vjete. A kum shtuar nga adhurimet diçka? A kum shtuar nga dija diçka? A kum shtuar nga kjo sjellja mirë etj. Unë s'kam nevojë me krahasu veten me dikan, për shembull të moshës time, i cili i ka sot firmën me 5 milion euro, ose ka një makinë që thash kushton 100.000 euro. Pse? Sa është kopje e vetës vetë. Unë jam kopje e jamja. Edhe ndoshta unë pe krahasoj fillimet e mia me fundin e atij. Mund të më kon 70 vjeçar. Edhe baba i tij me pas firmë të biznesit. Edhe baba i tij ka pas 20-30 punëtor para 50 vjetë. Tash ku i ka 200 punëtor, edhe ky një 20 vjetë, edhe aja 50 vjetë, 70 vjetë. Edhe tash ai është një 15-20 vjetë më i vjetër se unë, edhe vjen edhe mu më shitet frajer, aty thot, unë i kam 200 punëtor. Kurse unë e kam nis, për shembull, biznesin tim para 5 vjetë. Edhe unë gaboj që me bëj një krahasim me një biznes ti që ai është ka fundi, se e ka fillu me lujt, me dal pishinave. Unë jam në fillim. Edhe tham, s'moj me arrit une, qërë kjo ku kam ri, i ka 200 punëtor. Jo. Kjo është në fund karierës, ti e në fillim. Pse ti me bo krahasime? Ti këqyri rrethonat kushtet ka ke dal ti. Qysh ke mri më konë që tu ku je sot. Edhe ti dush më konë i knaqen, se ai e ka gjithë firmën e vetë për shembull me 3 milion euro, i ka bo 3 milion e 100.000, 3 milion e 200.000. Që 70 vjetë. Ti e ke nis para me borgje, ti s'ke pas më shkollu, mundësi, je shkollu, vetë ke mri, ty gjdo se ne ka arrit me dersën tonë pas ndihmës së Allahut, edhe ti tash e ke një firmë që i ka 500.000 euro. Pra, ai 200.000 i ka shtu, ti ke shtu 500.000. Ti ke fillu nga zeroja. Ti e në fillim, ti e ma mirë se ai. Pse gjithmonë na mi krahasu vetëm gjendjen momentale me dikan? Krahasoja ai në fillim të rrugtimit, ti aja është në fund të rrugtimit. Rrethonat që ka pas ai dhe që ki ti. Ti vetëm me veten tonë të ke fundit, ma mirë është, pra thash më u largu, mos me po krahasime me të tjerët. Allahu Gjellëshanuhu na ka ndalu që na me krahasu veten tonë me dikon tjetër. Allahu Gjellëshanuhu ka thonë, mos këqyni me u bë sikurse ai tjetër, ai ka të kam e thonë. Ti kam njëtë, jo, ti pe ashet disa mirësi, por në fakt i ki disa mirësi tjera.
Andaj, was'alullaha min fadli, ka thonë Zoti, lutni veç prej Allahit, mirësitë e Zotit. S'keni nevojë me kqyr filani fistiki, Zoti e ka dhënë atij. Ti e ki riskun tanë. Ti e ki riskun tanë qellë, s'ki nevojë me pas zili për të tjerët, atë ty kqyr tjerët ku kanë mri, ty me t'hupa e knasia e brendshme. Nuk ka nevojë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në ka treguar që për më konë maqet, gjithmonë kqyrni ata të cilët janë ma ketë se ju. Në këtë formë nuk ju ikin mirësitë të cilat i keni. Pra nëse unë kam një shtëpi, ku unë kam me hongër me pi, kam siguri, nuk më kap ftofti dimrit as nxehti verës, bi me fjet rahat, barkun e kam të mbushur, s'kam nevojë unë me kqyr ata që kur dalun në rrugë kur ja shoh dikujt një pallat, se ndoshta ai ka pallatin pa jashtë në vetmi. Unë ndoshta jam të jetu me familje, me fëmijë dhe kam rahat llokun në kulm. Ai nuk ka familje. Ati ka nik djemt, ai ka në për psikiatri djemt bëna kjo, ose në për spitale të i shëru prej drogës. Pra, nuk du t'i shojmë vetëm anën e jashtme të gjanave. Ti je një liber, kopje e jotja, ti je ti. Zban me krasu me kërkan tjetër. Prandaj, mos të ta vjedh razillëkun, knatësin, qetësin e brendshme, duke i shiku të tjertë ku kanë mërin që kanë ba. Ti kret mirat e Zotit i ki, veç bënë maj mirë se vetja jote, që ke qenë sot bënë maj mirë nesër. Ka që të mjafton. Ruju prej këti vjedhësit të mirësive.